Mos harrojmë që një pjesë e mirë dërmuese e importeve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian vijnë pikërisht nga Kina dhe duan s'duan vendet e Bashkimit Evropian janë shumë të varura në këtë aspekt, le të themi kundrejt Kinës, që vjen si forcë re ekonomike dhe nuk le të themi kanë dhe guximin të them këtë që ndoshta ekonomikisht së shpejti do t'i marrë vendin e parë për zhvillim ekonomik le të themi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe pse Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht mbeten numri 1 qoftë në planin ushtarak, qoftë në planin ekonomik. Megjithatë, Kina është tek dera dhe sigurisht do ta shfrytëzojë këtë situatë për orientimin e këtyre shteteve që mund të mbeten pak kënaqura nga politikat e Trumpit, le të themi që duken deri diku agresive. Sigurisht që Kina do të jetë aty për t'i shtrirë dorën këtyre vendeve. Diçka për Turqinë, po mundet? Atëherë, shkurtimisht ju kërkoj ndjesë se ndoshta u zgjata shumë në përgjigjet e mia. Për sa i përket Turqisë, po të referohemi edhe qëndrimeve kryesore të tyre që kanë qenë që të ish kreut, le të themi, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe të sekretarit aktual përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, ata gjithmonë kanë theksuar faktin që në arkitekturën e sigurisë, le të themi, europiane ose në arkitekturën e çështjeve të sigurisë të kontinentit vjetër, Turqia është një vend që do të ketë gjithmonë një peshë kryesore. Po të referohemi shifrave vitet të kaluar, shikojmë që buxheti le të themi i Turqisë për sa i përket shkëmbimeve ose tregtisë armatimeve referuar kryesisht vendeve që janë anëtarë të NATO-s dhe përtej vendeve anëtare të NATO-s, pra ka arritur të grumbullojë një buxhet të përafërt me shifrën 7 miliard, çka dëshmon që është një prej fuqive kryesore në NATO, është ushtria më e fuqishme numër 2 pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me rolin që ka patur Turqia edhe si ndërmjetësuese le të themi në konfliktin midis Rusisë Ukrainës, tentativat le të themi që ka bërë, me rolin le të themi e ndjeshëm që ka patur edhe në Siri, duke bërë një luftë ashpër kundër shtetit islamik dhe duke qenë një shtet që është gjithmonë le të themi avangard përsa i përket le të themi përpjekjeve serioze që bën për parandalimin ose luftën që bën me organizatat terroriste, le të themi ka dëshmuar qartasi që tani më kur le të themi flitet ose Europa po përgatitet me një buxhet prej 800 le të themi miliard eurosh të ristrukturoj atë kornizën e saj të sigurisë, pra të armatoset dhe ndoshta të shkojë drejt krijimit një shtabit përgjithshëm të një ushtrie të vetën, pra të krijojë një mini NATO brenda Bashkimit Evropian, edhe pse diçka e tillë për herë të vërtetës do të jetë pak e vështirë dhe kam përshtypjen që NATO nuk është organizatë që është shpërbër përkundër, është organizatë që është aty, do të jetë gjithmonë prezente në ato vende që janë anëtare, duke ofruar dhe garanci, madje fakti që u shtua edhe me 2 anëtar të tjerë, le të themi, pra presupozohet bashkohej Ukraina, ndodhi ajo që ndodhi në 2022-shin, por sido që të jetë shtetet e tjera i shtuan përpjekjet dhe NATO u shtua edhe me 2 anëtar të tjerë, duke arritur numrin 32. Mendoj që NATO është aty, nuk është organizatë e shpërbër, edhe po të referohemi disa thirrjeve sigurisht të kreut Shtetet Bashkuara që do të shkurtoj financimet për këtë organizatë. Është organizatë që mos harrojmë është krijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ofron garanci vetë për sigurinë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtrirja e territorit NATO-s largon kufirin e Shtetet Bashkuara të Amerikës pikë pari me Federatën Ruse, që sigurisht paraqitet si kundërshtari le të themi kryesor, pak në planin ushtarak. Megjithatë, me tentativat që po bën Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dhënë sa më shpejt fund këtij konflikti në Ukrainë, dëshmojnë që Trump don le të themi të realizojë premtimin që ka dhënë elektorati i tij për mbylljen sa më shpejt këtij konflikti, sepse synimi kryesor tani i Shtetet Bashkuara të Amerikës
Pra, është akumulimi i forcave në thojza në çdo lloj aspekti për të bërë ballë rritjes ekonomike të Kinës dhe fuqizimit të Kinës që realisht është, le të themi, konkurrenti kryesor në arenën ndërkombëtare i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë atë që bën vitet 70 kur sigurisht ndikimin më të madh le të themi ekonomik në atë kohë kishte Bashkimi Sovjetik, pra ishte forca kryesore që konkuronte me Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë kohë për sa i përket ekspansionit ndoshta ekonomik e kështu me radhë dhe në atë kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës bën shmos që të vendosin marrëdhënie të shëndosha me Kinën ose kohë dhe retorika e Kinës me Bashkimin Sovjetik në atë kohë ka qenë le të themi tejet negative, tejet e ashpër, ndërkohë që sot Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë të kundërtën, pra janë të fokusuar në le të themi deri diku qetësimin e marrëdhënieve ose përmirësimin e marrëdhënieve me Federatën Ruse, sepse duan që le të themi të fokusohen kryesisht tek një forcë e re që po lind në horizont dhe që është realisht konkurrente për ta. Zoti Luli, faleminderit shumë për gjithë analizën. Jam shumë i njohës për kohën dhe për opinionet. Ju faleminderit dhe juve, kënaqësi.